Magdalena është e mushur me dhimbjen e saj, me vajin edhe me lotin. Nuk ka zgjidhje tjetër. E prandaj nuk është shef. Nuk më rrin me dallu mësuesin e vet. Nuk më rrin në mënyrë konkrete me e kuptu praninë e tij. Faktikisht nuk duhet me na dhimbje. Dhimbja na erëson syt, nuk na lën me pa për tej, nuk na lën me pa praninë e Zotit që është një ty me ne e na thret për emën. E mandena Krishti vjen edhe e thret për emën. Ja hap syt për te dhimbjes tane, për te vujtjes tane, për te ildhimit që dikush ka ik për jetës, mbetet emni jot, historia jote, që Zoti të me ba mrekulli me ty. Lene me ty hap syt, lene atë me ta shnru dhimbjen një takim me te. E takimi me Krishtin ka me dha një botë kuptim tjetër, ke me te kaluate.